Mbrëmjen e sejntës, qyteti Vlorës u mbush me tingujt e magjishëm të muzikës klasike fal koncertit organizuar nga Orkestra e Arqeve e Qendrës Kulturore në Vlorë. Ky aktivitet i organizuar nga Bashkia e Vlorës u mbajt në sallën e kinemas së qytetit, ku ardashës të shumt kishin mbushur ambientin për të shijuar një performancë të nivelit të lartë. Koncerti kuruar me përkushtim dhe dashuri nga të gjithë pjesëmarrësit u zhvillua në ndrejtimin artistik të dirigjendit të njohur Daniel Kuçaj, i cili udhëhoqi orkestrën me mjeshtëri dhe ndjeshmëri të veçantë. Të pranishmit patën mundësi të dëgjojnë vepra të njohura nga repertori klasik ndërkombëtar, të interpretuara me profesionalizëm dhe ndjenjë nga muzikantët e rinj të Vlorës. Personalitetet të jetës kulturore dhe shoqërore. Mirë se erdhët në këtë mbrëmje muzikore me Orkestrën e Arqeve të Qendrës së Kulturës, në kujdesin e veçantë të Bashkisë Vlorë. Një falënderim i veçantë shkon për Bashkinë Vlorë, Qendrën Kulturore, autoriteteve që janë prezent këtu. Nën kujdesin e Bashkisë së Vlorës dhe Qendrës së Artit dhe Kulturës në Bashki, ky koncert erdhi si një dëshmi e gjallë e angazhimit për promovimin e artit cilësor dhe mbështetjes së talenteve të reja. Performanca ishte mbreslënëse e orkestrës në bashkëpunim të ngushtë me stafin organizativ të Qendrës Kulturore të Vlorës, ndërsa tregoi një nivel të lartë përgatitjeje dhe bashkëpunimi artistik. Publiku e priti me shumë entuziazëm këtë aktivitet, duke e shpërblyer orkestrën me duar trokitë të gjata në përfundim të çdo pjese. Mbrëmja la pas emocione të thella, një atmosferë të ngrohtë dhe një ndjenjë krenarie për zhvillimin e jetës kulturore në qytetin bregdetar të Vlorës. Ky koncert jo vetëm që ofroi një përjetim estetik të paharrueshëm, por gjithashtu rikujtoi rëndësinë e artit në jetën komunitare, duke premtuar ngjarje të tjera të ngjashme edhe në të ardhmen e afërt.